Mirë se vjen në konferencën e parë të Lidhjes Demokratike të Kosovës pas mbylljes së procesit vetimit, që ne do ta quajmë një konferencë të fitores së madhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Fillimisht du t'ju falenderoj dhe uroj të gjithë qytetarët e Kosovës për një proces demokratik të drejtë e të kulturuar të zgjedhjeve lokale. Dhe ky shembull është një standard i lartë i demokracisë. Dhe sonte me këtë proces dua të them se jemi fitues të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Dua t'i falenderojmë veçanërisht gjithë komisionerët dhe vëzhguesit e LDK-s që deri në këto momente vazhdojnë të kujdesarojnë votën e qytetarëve të Kosovës. Dua në veçantë t'i falenderoj institucionet përgjegjëse për organizimin e këtyre zgjedhjeve, pra të parë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorinë e Policësinë e Kosovës, si dhe juve mediave për pasqyrimin e drejtë të një procesi demokratik. Por mbi të gjitha du t'i falenderoj votuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës që më 12 tetor na dha një mbështetje të jashtëzakonshme në këto zgjedhje lokale. LDK në këtë konferencë për media konfirmon se ka fituar, prind dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra edhe një herë, LDK konfirmon se ka fituar, prind dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra 12 tetori është i 12 komunave të LDK-s. LDK sonte shpall fitoren në raund të parë në këto komuna. Në Istok shpallin fitoren në raund të parë, në Lipjan shpallin fitoren në raund të parë dhe në Junik shpallin fitoren në raund të parë. Urojmë kryetarët e tashëm dhe të ardhshëm të këtyre komunave për këto fitore, urojmë Ilir Feratin në Istok, urojmë Imri Ahmetin në Lipjan dhe urojmë Rushdi Shehun në Junik, ky fundit natyrisht me vota të Mërgatës. Afër këtij urimi, shumë afër këtij urimi, jemi edhe për Gazmend Muhaxherin, i cili është afër të përfundoj garën që në raund të parë. Me vota në Kosovë, LDK sipas votave të numëruara nga komisionerët dhe vëzhguesit tanë, në pej është rreth 49%. Presim që me votat e Mërgatës në pej, ky prag të kaloj lehtësisht mbi 50%. E kur jemi të kryetarët e tashëm dhe të ardhshëm, në veçanti urojmë fituesin e garës kryesore në këto zgjedhje, urojmë përparim Ramën. Në Prishtinë, pas 12 vitesh, LDK është parti e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Pra pas 12 vitesh, LDK-ja kthehet si parti e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Dhe ky kthim i yni, i madh në kryeqytet, është shenjë e një pune të madhe të përparimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është një shenjë e forcimit vërtet të LDK-s. Me mbi 70% të votave të numëruara nga komisionerët tonë në Prishtinë, përparim Rama dhe LDK kanë rreth 36%, Harullah Sheku nga VV ka 32%, Uran Ismaili nga PDK ka 26%. LDK po ashtu prind Urani po ashtu prind dhe në komunë LDK, fani, prind dhe në Urani nuk prind. LDK prind dhe në komunat në VM. Prim dhe jemi në prag të kalimit që në raund të parë në Viti me Sokolalitin, rreth 45%, prim në Biliq me Gjafer Gashin dhe prim me 45% në Dragash, por duke njohur dhe herën e kaluar fitoren nga Mërgata në këtë komunë, presim që edhe në Dragash të fitojmë në raund të parë sapo të përfundon numërimi i votave nga Mërgata. LDK është në balotazh dhe në komunat në VM, në Fush Kosovë, rreth 38%, në Suarek rikthehemi në balotazh pas shumë kohësh me 33%, jemi në balotazh në Gjelan dhe jemi në balotazh në komunën e Rahovesit. Jemi të lumtur, jemi falenderues e mirënjohës votuesve e qytetarëve tanë, i urojmë gjithë kryetarët fitues të raundit të parë dhe deri më tani ju themi se ju ishit kandidat të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por nga tash e tutje jeni kryetar të gjithë qytetarëve tuaj. Po ashtu LDK-ja i uron të gjithë fituesit e këtyre zgjedhjeve, pra dhe kandidatët tjerë nga parti tjera, dhe uron që të punojmë së bashku të gjithë për Kosovën që e duam
dhe e jetojmë bashkarisht. Edhe njëherë ju falimderit, edhe njëherë urime, le të bëjmë fest aty ku kemi fituar e ndihemi fitues në mënyrë shumë të kulturuar, moderuar, pa tensione, duke nisur punën e madhe në komunat ku jemi në garë që nga dita nesërme deri me datën 9 nëntor.